Gjykimi i Srdjan Llazoviçit nga Leposaviçi akuzuar për kryer krime lufte në afërsitë e Malishevës në vitin 1999 vazhdoi në gjykatën themelore në Prishtinë. Dëshmitari i parë i prokurorisë deklaroi se ai ishte në fshatin e tij në vitin 1999 kur erdhën pjesëtarët e ushtrisë dhe policisë serbe, të cilët i lanë pas burrat dhe gratë më ushuar dhe i quan burrat në një shkollë ku ai tha se i rrahën. Dëshmitari tha se e njohu Srdjan Llazoviçin para shkollës së fshatit. Srdjan Llazoviç u arrestua me 27 qershor të vitit 2024 në Leposaviç dhe në seancën e mëparshme ai u deklarua i pafajshëm për akuzat në aktakuzë. Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës sot shpalli rezultatet përfundimtare të rundit të parë të zgjedhjeve lokale për kryetarët e komunave të Prishtinës, Mamushës dhe Junikut. Fushata zgjedhore për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale filloi sot zyrtarisht, e cila do të zgjasë deri në hapjen e qendrave të votimit më 9 nëntor në orën 7 të mëngjesit. Rundi i dytë i zgjedhjeve lokale do të mbahet në Gjakov, Gjilan, Dragash, Kaçanik, Klin, Fushë Kosovë, Mitrovica të Jugut, Obiliç, Rahovec, Pej, Prishtinë, Prizren, Suharik, Vitiv, Vučitrn, Junik, Mamush dhe Klokot. Lista serbe njoftoi se Srećko Spasić nga Klokoti u bashkua Partisë së Bashku me të gjithë anëtarët dhe këshilltarët e iniciativës qytetare Pajtimi Kombëtar Serb. Në të njëjtën kohë Spasić njoftoi se po tërhiqet nga gara zgjedhore dhe se nuk do të merr pjesë në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në atë komunë. Siç u tha Spasić dhe të gjithë pjesëtarët e Pajtimit Popullor Serb theksuan se i besojnë pa rezerva presidentit Aleksandar Vučić dhe institucioneve të shtetit të Serbisë dhe se do të bëjnë gjithçka për të ndihmuar listën serbe të fitojë në këtë dhe të gjitha zgjedhjet e ardhshme. Rjeti i organizatave jo qeveritare Avonet paraqiti një padi në gjykatën themelore në Prishtinë kundër qeverisë së Kosovës në mandatin teknik për shkak të vendimit për miratimin e projekt buxhetit për vitin 2026. Në njoftim për shtyp në Avonet thuhet se së bashku me padin ata paraqitën një kërkesë për një masë të përkohshme për të pezulluar zbatimin e vendimit. Qeveria e Kosovës në mandatin teknik miratoi javën e kaluar një projekt buxhet në vlerë prej mbi 4 miliardë eurosh, megjithëse me ligj mund të marrë vendim vetëm për financimin e përkohshëm. Bordi drejtues i Asociacionit të Komunave të Kosovës ka shprehur shqetësim të thellë për deklaratën e fundit të Albin Kurtit, të cilët përmbajnë gjuhë ofenduese dhe paragjykuese ndaj kryetarëve të komunave. Ata theksojnë se që nga zgjedhjet lokale të vitit 2021 deri me sot, asnjë kryetar komune nuk është akuzuar për vjedhje, ndërsa rastet e tilla ka në nivelin qendror, përfshirë ministrat dhe zëvendësministrat. Analisti politik Bekim Saliu thot se gjuha përdorur nga kryeministri shkel autonominë komunale dhe krijon një perceptim të rrënd se komunat janë të varura nga niveli qendror. Albin Kurti tha 2 ditë më parë se nuk do të jep fonde nga buxheti i Kosovës për komunat dhe kryetarët të cilët, siç tha ai, nuk punojnë. Gazetari dhe shkrimtari nga Graçanica Zhivojin Rakočević tha për Kosova Online se në Kosovë ekzistojnë 3 trashëgimi kulturore serbe, osmane dhe shqiptare. Megjithatë, regjimi në Prishtinë po ndjek idenë që gjithçka duhet të jetë kosovare dhe metohia është një pengesë për qëllime të tilla, theksoi ai duke komentuar pakënaqësinë e institucioneve në Prishtinë ndaj përdorimit të fjalës metohia. Historiani Marko Marković thotë se nuk ka asnjë arsye që fjala metohi të ofendoj askënd ose që dikush ta kundërshtoj atë, sepse nuk ka asgjë të keqe me të në kuptimin e saj origjinal. Siç theksoi ai, fjala metohia është një term i vjetër mesjetar që do të thotë pronë kishtare. Vanja Stanishić, profesor në Fakultetin Filologjisë në Beograd, shpjegoi se fjala është një aset kulturor grek ose bizantin, antarit të së cilës ishim. Arsyeja pse kjo fjalë u dhem syt institucioneve në Prishtinë është se monumentet tona më të çmuara kulturore ndodhen në zonën e Metohisë, tha Stanishić.
Këtë javë për arsye logjistike, seanca dëgjimore në rastin kundër Hashim Thaqit dhe ish udhëheqësve të tjerë të UÇK-s nuk do të mbahet, njoftuan dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Gjykimi është planifikuar të rifillojë të hënën me 10 nëntor dhe kjo është hera e dytë në 2 javët e fundit që seancat e planifikuara në këtë rast janë shtyrë. Moti nesër në Serbi do të jetë më i kjelt, ndërsa në pjesë tjera paradite, mesdite dhe do ketë vranësira në jug dhe juglindje me shira, ndërsa pasdite do të ketë kthjellime, temperatura e mëngjesit do të sillet nga 2 deri në 10, kurse ajo maksimale ditore nga 13 deri në 17 gradë Celsius.